Betejë në parlament, pa kompromis. Ftojmë në podium deputetin e Partisë Demokratike, zotin Kledis Balliu. Përshëndetje qendrështar, herojt Shqipërisë, misionarët luftës kundër narkoshtetit. Të nderuar miq, sot më shumë se kurrë, bandat në pushtet fshihen si struci. Sot më shumë se kurrë janë në garë, kush t'ia fus njëri tjetrit. Jo për frikën e njërit apo tjetrit, po prej frikës nga ju, se e din që ju ka ardhur data. Ju ja kallni datën. Të nderuar miq, të nderuar qendrështar, 12 vite kemi denoncuar se si një narkopushtet ka vjedhur çdo ditë, ka vjedhur çdo minutë, çdo orë, duke i transformuar shqiptarët në popullin më të varfër të Europës, me pushtetarët më të pasur të botës. Ndërkohë që sot në Shqipëri nuk ka ilaçe nëpër spitale, Ergyes Agasi ka 3 milion euro shishe vere. Ndërkohë që trit dhe trejat largohen se nuk blejnë dot një apartament në Shqipëri, si rrjedhoi e pastrimit parave drogës në ndërtim, Belinda Balluku ka plot 314 apartamente dhe 2 jate, dhe këto janë vetmet që dim ne, e sa tjera. Dhe t'imagjinosh që këto janë shërbëtorët e Edi Ramës. Kur këta shërbëtorë kanë këto pasuri, çfarë pasuri e ka narko-kryeministri Edi Rama? Ku i gjetën parat? Janë të gjitha parat tuaja. Prandaj duhet luftojmë që t'i arrestojmë, të shkojnë në burg dhe t'i konfiskohen gjitha pasurit që ju kanë vjedhur ju. Të nderuar motra dhe vëllezër, të nderuar demokrat, të nderuar qytetar, sot mediat e narkopushtetit na tregojnë se këtu janë militantë e partisë. Jo, këtu nuk janë militantë partije, këtu janë militantët e Shqipërisë, misionarët që kanë vendosur të largojnë narkoshtetin dhe narko-kryeministrin Edi Rama. Deri dje, të nderuar miq, ishte vetëm opozita që fliste për narkoshtetin. Deri dje ishte vetëm opozita që denonconte. Kurse sot është e gjithë Europa, sot janë 7 rezoluta ndërkombëtare që faktojnë akuzat tona. Sot është e gjithë bota që fakton se Edi Rama është kryetari i një narkoshteti. Sot, të nderuar miq, nuk ka asnjë gjuhë e botës që nuk e di që Edi Rama është një trafikant i rëndom droge që ka vjedhur pushtetin me narkokartelet, duke bler vota, duke bërë presion. Kur një shtet bie prej bandave, çfarë ndodh? Ndodh që biznesmenët merren peng. Ndodh që punonjësit e administratës merren peng për interesat e baxhanakut kryeministrit. Ndodh që torturohen në përshkutat e krimit Suel Qelës, Troplinve, Gjabafve dhe çdo kriminali tjetër. Dhe sot, nga ky podium, do u themi që njësoj siç kemi bërë me kriminalët, kur kemi qenë pushtet, që i gjetëm në skutat ku ishim shehur, nga Aldo Bare te kushdo tjetër, të gjitha bandat do kenë të njëjtin fat, nuk do kenë vrim kur të fshihen, do të arrestohen dhe do të shkojnë në burgu ku meritojnë. Ndaj sot, të nderuar miq, më shumë se kurrë është e nevojshme qëndresa. Kjo që nis sot nuk është thjesht një protest. Kjo që nis sot nuk është një miting. Kjo është piknisja e një misioni pa kthim. Kjo është piknisja e një revolte pa kthim. Kjo është piknisja e fitores të Shqipërisë dhe dështimit narkoshtetit. Sot më shumë se kurrë jam krenar që jam një nga ju. Sot më shumë se kurrë jam krenar që jam pjesë e Partisë Demokratike. Sot më shumë se kurrë jam krenar që jam pjesë e misionit e nisur nga lideri i opozitës, profesor doktor Sali Berisha, i cili jo vetëm denoncoi për herë të parë narkoshtetin, por i bëri ballë që në 2017 vazhdon t'i bëj ballë sot dhe bashkë me ju do të korrim fitoren e nevojshme për vendin ton, për kombin ton. Ndaj sot,
të nderuar miq, le t'i japim fjalës njëri tjetrit që kjo nuk mund të mbyllet kurrë me një protestë. Kjo mbyllet vetëm me largimin e Edi Ramës, qeverinë teknike, zgjedhje të lira dhe ndershme, arrestimin e narkoshtetit dhe narkotrafikantëve në pushtet. Zoti e bekon Shqipërinë, Zoti i bekon shqiptarët. Tuaj për gjërat që po shkojnë keq. Dhe po, në çdo takim që kam patur me ju të dashur demokratë dhe qytetarë të lirë të këtij vendi, të stërmunduar, ka marrë prej jush vetëm një mesazh. Ju nuk dorëzoheni, të gjithë bashkë ne nuk dorëzohemi. Nga ju në këtë shesh dhe në çdo takim ka mësuar leksionin më të madh të jetës time politike, se sakrifica dhe besimi janë dy vlerat më të mëdha që na kanë mbajtur gjithmonë në këmbë. Se sakrifica dhe besimi do të na çojnë përpara për të përballur me pengesën dhe problematikën më të madhe të shqiptarëve, largimin e Edi Ramës, kryeministrit më të korruptuar dhe më të inkriminuar në Europë dhe në botë. Sot jam këtu përpara jush për këtë arsye, sepse kjo protestë nuk është vetëm kundër një qeverie të korruptuar, por është për dinjitetin ton të përbashkët, për besimin ton dhe për të ardhmen që nuk ja falim Edi Ramës. Ne nuk jemi këtu sepse nuk rrim do të ngrohtë në shtëpitë tona. Ne nuk jemi këtu sepse na pëlqen të kalojmë kohën në protesta, por ne jemi këtu sepse korrupsioni po na merr frymën. Korrupsioni po i merr frymën Shqipërisë, sepse kartelet e drogës bashkë me qeverinë e tyre po na vjellin të ardhmen, po vjellin të ardhmen e fëmijëve të qytetarëve shqiptar. Edi Rama, Belinda Balluku, banda kriminale dhe kartelet e drogës që qëndrojnë pas tyre, duan që ne të kemi frikë, duan që ne të heshtim. Edi Rama don që ne të ulim kokën, duan që të mendojmë se jemi të pashpresë. Bashkë me çetën e tyre, të mega hajdutëve, ai do që ne të besojmë se në këtë vend të gjithë janë njësoj, se asgjë nuk ndryshon, por ne jemi këtu për t'u treguar se ata e kanë gabim dhe se e keqja nuk do të triumfoj. Ne jemi këtu për t'u thënë hajdutëve dhe kriminalëve të qeverisë se koha e tyre ka mbaruar. Tani është koha e qytetarëve ndershëm të Shqipërisë. Sepse kur pushteti vjell, nuk vjell vetëm të capara, vjell jetën tuaj, vjell mundësin tuaj, vjell të ardhmen e fëmijëve tuaj. Sot kam një mesazh edhe për ata që janë të shumt, që do donin tishin me zemër këtu, por që na shohin nga shtëpia me dyshim, me lodhje, ndoshta edhe me frikë. Kjo nuk është protesta e një partie, kjo është protesta e njerëzve që nuk duan më të nëpërkëmben. Jam këtu për t'ju thënë se ju nuk jeni vetëm, ne nuk kemi frikë, sepse ju nuk keni frikë. Këti pushteti i janë tundur themelet dhe Edi Rama është sot njeriu më i frikësuar në Shqipëri. Ai ka frikë sepse e vërteta ka dalë, ka frikë sepse e di që rrethi po i ngushtohet, ka frikë sepse e di që ky popull, kur zgjohet, nuk ndalet më. Të dashur vëllezër dhe motra, sot është koha që ne të guxojmë, guximi për të mos heshtur, guximi për të mos u larguar, guximi për të mos u dorëzuar, sepse historia nuk ndryshohet nga ata që presin. Historia ndryshohet nga ata si ju që qëndrojnë, dhe historia na ka mësuar një gjë: asnjë pushtet nuk bien me lutje, asnjë pushtet nuk bien me heshtje, por asnjë pushtet nuk i reziston dot një populli që nuk don të dorëzohet. Ne nuk kemi luksin e dëshpërimit, ne kemi detyrimin e qëndresës. Ne nuk mund të presim që dikush tjetër ta bëjë këtë betejë për ne. Ne nuk mund të presim që padrejtësia të zhduket vetë, që korrupsioni të ngopet, që kartelet e drogës të tërhiqen. Ne sot jemi në këtë shesh për të thënë me zë të lartë: na dëgjoj Shqipëria dhe gjithë bota, nuk do të heshtim,
nuk do të trembemi, nuk do të rriqemi. Ne do të qëndrojmë në sheshe, do të qëndrojmë të fort, do të qëndrojmë me sakrificë, do të qëndrojmë me besim tek njëri tjetri. Nga sot, Edi Rama duhet a ketë të qartë. Qytetarët do t'i ketë përballë deri në largimin e tij. Jo sepse këtë e themi ne, por sepse frika ka ndryshuar krah. Sepse për herë të parë, pushteti po reagon, pushteti po justifikohet, pushteti po nervozohet, sepse për herë të parë, pushteti është trembur nga krimet e veta. Prandaj sot është koha për qëndres, të dashur vëllezër dhe motra. Sot nuk ju kërkohet të besoni tek një individ, as tek një parti, as tek një slogan. Sot ju kërkohet të besoni tek vetja juaj, sepse asnjë regjim nuk ka rënë nga fjalimet. Ka rënë vetëm kur njerëzit nuk kanë pranuar më poshtërimin si normalitet, sepse kur një popull ngrihet për dinjitetin e tij, asnjë pushtet nuk e ndal dot. Prandaj dhe qëndroni, rezistoni, mos u përkulni, qëndre sot, rezistencë nesër dhe fitore së shpejti për Shqipërinë. Faleminderit. A ishte i pari që përdori termin narkoshtet për qeverinë e Edi Ramës, që në vitin 2017. Shumë vetë rrudhën buzët, atëherë dhe më vonë, për koha i dha të drejtë Sali Berishës. Termi narkoshtet prej 2 vitesh ka bërë vend në titujt e mediave kryesore të botës. Si opozitar, a i luftoj krah për krah me banorët e Astirit dhe ishte një ndër kryesorët në protestën e bashkisë.